Në ditët e sotme, është kthyer në traditë që fëmijëve t'u tregohen përralla dhe histori gazmore përpara se të bien në gjumë. Por në mesin e shekullit të 20, në Shqipëri, fëmijët rriteshin duke dëgjuar histori për luftën, për pushtues, për shtëpi të djegura e dhunë. Ishin tregime të mbushura me frikë e pasiguri, që nuk vinin nga imagjinata, por nga realiteti. Në këtë sfond të zymt ka kaluar fëmijërinë edhe Halit Lemeti, sot 92 vjeç. Halit e kujton atë kohë si një periudhë kur fëmijët nuk e kishin luksin të ishin thjesht fëmijë, edhe pse shumë i vogël, për të marrë pjesë në luftë. Ai dëgjonte çdo natë histori nga të rriturit, nga familjarët e tij e burrat të fshatit, që kishin hyrë në radhët e rezistencës kundër pushtuesve. Kavaja e asaj kohe nuk kishte të bënte me gjallërinë që mund të njohim sot. Ajo ishte mbytur në heshtje, frikë dhe një pritje të përhershme për çlirim. Por fëmijët, si gjithmonë, dinin të gjenin dritë edhe në errësirë. Loja mbetej e vetmja formë ngushëllimi, arratisje shpirtërore dhe rikujtim se pavarësisht gjithçkaje, ata ishin ende fëmijë. Gjyshi rrjedh nga një familje e madhe, e mesme fshatare. Dhe të ardhëm të në fshatin Shtodër shumë herët, nga fundi i shekullit 17. Dhe ka qenë familje e madhe shumë, për mbi 40-50. Dhe në kohën e në 16 një nda, një po 5 familje, nga i familje 5. Dhe unë jem një nga ato 5 familjet e familjes parë. Dhe familje jonë ka qenë e mesme, që thash, kam pas bakti me shumicë, toka me shumicë, kam pas rreth 100 hektar tokë, shtëpia Lemeti. Të parin e shtëpit kanë quajtur Mehmet Lemeti, të dytin Imer Lemeti. Vllajën e dy kanë qenë dy vëllezër. Dhe Mehmeti kalon 4 çuna, Imeri kalon vetëm me çun, Osmanin. Dhe baba im gjyshi është përshkatuar në 17 nga ushtria austro-hungareze. Ka humbi një ushtar, një oficer austriak, austro-hungarez, këtu në fshatin tonë, dhe e kanë kërku këtëne. Dhe i kanë marrë që gjithë, e i kanë vu para përshkatimit. Dhe është bosë shëbeb një gjysë njeriu i çmenëm. Dhe i kanë tregu njerëzit e familjes së parades, se kjo ishte nga vendi ku ishte vrarë, ishte pa pikë gjaku ato. Dhe pyesin edhe, ai smerte vesh, e morin e varin ditar, hekin brezin e vet, brezin mesit, e varin, dhe këputet brezin, në moment që dhe jep të shpirt, këputet brezin. E varin 3 herë këputet brezin, që shfitoj fisi, që nuk u përshkatu, nuk u dojgjen, se dhe i dikshin gjermëna, në këshë mush me kasht, shpijet me kasht, dhe i dikshin mërëna, që kërkoshin me çdo kusht oficerin austriak. Dhe më vonë pastaj baba im gjyshi është përshkatu, dhe 2 kushëri tjerë gjyshit, nësa baba im i plagos më është 14 vjeç. Plagos që ka pas plak tron. Dhe në zvergu deri në shpinë plumi. Dhe me mjekime pastaj me doktor është shëru, dhe është martu. Kalon 9 fëmijë, 4 goca, 5 çuna. 3 madre kanë dek, edhe 2 vëllezër. I madre i gjallë dhe 4 vëllezër jemi gjallë. Varfëria ishte realiteti i përditshëm, shkollimi ishte luks. Haliti ndoqi vetëm disa klasë, ndërsa rrjedha e jetës u përcaktua nga vendimet e mëdha të kohës.
Pas çlirimit, Partia e Punës organizoi vendin në mënyra të reja dhe të papritura për shumë kënd. Haliti u orientua drejt tregtisë, një fushë për të cilën dinte pak, por që do bëhej rruga e tij e jetës. Me këmbgulje e vullnet, ai e zotëroi këtë art dhe shëtiti çdo cep të Shqipërisë, duke njohur kultura, njerëz dhe zakone të ndryshme. Rruga e tij nuk ishte vetëm një udhëtim ekonomik, por një udhëtim formues, që do ta ndihmonte të ndërtonte marrëdhënie dhe të fitonte përvoja, që do ta shoqëronin për dekada. Nga 45 e deri në 49 baba im ka qenë kryetar këshilli i fshatit. 50 me qytësun e bën kulak. Dhe jetë kulakdhikut në shkrin një farë në shkatroj, ekonomikisht, moralisht, nga gjitha unët. Dhe u desh shumë kohë që dhe ishin titllin 54 në hoqën titllin e kulakut. Dhe baba ti ndroi jetë 55-ën. Dhe kur vdiq baba, jem 7 fëmijë, 5 shuna dhe 2 goca. Unë ishi pari të në 5 shunëve. Dhe me mund me sakrifica, nuk i kishë mu 17 vjetët kur vdiq baba. Me sakrifica, se detyrimet e shtetit ishin të ardha. Kishim tokë, po dojnë, kishë detyrime shumë të randët nga shteti asajt kohë. Në shteti komunist, tatim e plan drithnesh, e mishje, leshje, vezës, këkosh gjithë nga toka. Dhe në 56 hymë kooperativ, dhe më qesh nga të parë që hynë në kooperativ. Sepse ishim i tu fëmi, shumë fëmi, 7 fëmi, 5 shuna, 2 gocës, 7. Dhe nana ishte, gotë qyteti nuk punon dhe në bujësi, se njëftë bujësi të fare. Në 64 kam kryi kurs, qoj kooperativi i kurs për ekonomisë kontabël, 2 vjetë në Tiranë. Dhe kam punu në kooperativ i 20 vjetë ekonomisë kontabël. Pastaj ka lëvën në tregti. Tregti kam punu i 20 vjetë, shitës dhe magazinjerë. Po me sakrificat noja. Se atëherë për hiqë gjë për pak gjotë Puqimburgut. Po unë i shpitova asajt rutine. Dhe në ndajtën e demokracia. U shtiru nga gjitha. Natë njëshin, natë dyshin. U shtiru nga gjitha brengët që kishim gjatë kohës. Pa teknologji, pa rrjete sociale, pa forma moderne komunikimi, lidhjet mes njerëzve ndërtoheshin ndryshe. Njohjet mes të rinjve bëheshin me ndihmën e një figure të rëndësishme të kohës, mblesi. Kështu u njoh edhe Haliti me bashkëshorten e tij. Ishte një zgjedhje që, siç rrëfen ai sot, rezultoi më e mira e mundshme. Jetuan së bashku një jetë të qetë, pa shumë pasuri, por të mbushur me dashuri, mirëkuptim dhe respekt të ndërsjellë. Rritën disa fëmijë dhe ndërtuan një familje të shëndosh, ku edukata dhe virtyti ishin themeli. Sot pas humbjes së bashkëshortes, Haliti e kujton me madhe mirënjohje për gjithçka ndërtuan bashk. Me bashkëshorten si e njoh? Me bashkëshorten me shkus. Me shkes, pa njën fare. Bile më ka fiju baba, kom qenë pa vdek baba. Qëmë 54, 55 më ka vdek baba. 54, kom qenë i fiju më. Pa njoftë. Dhe në 61 jam martu. Dhe ro me grunë 62 vjetë. E që me jetë normale, shumë të respektueshme për njëri tjetrin. Tjetër me dashurit e kështë marrë, nuk dhe kështë shku heqë mirë. Pra e më kuptohen të mirë, dhe unë kuptohen shumë mirë. Sa fëmijë bot? Unë kam 5 fëmijë sot. Kam pas 6, një qumë ka vdek. Në 5-ën, në Itali, aksidentalisht, një djallë.
Vllai me, kam dhe 4 gacët. 4 vajzët mërtume. Aja koha e komunizmit ka lodhë shumë. Ka lodhë jashtë masë. Që e ka vështirë. Për shqiptarët. Për gjithë shqiptarët. Për mu që e shumë e vështirë. Sepse që mi të ufmin e lë babët vegjil dhe mi rrit me sakrificë, me mundim të madhë shumë. Kur Shqipëria përjetoi transformimin rrethor të viteve 90, Haliti nuk u kapi pa përgatitur. Përvoja e jetës e kishte mësuar të përshtatej. Ai rifilloi me energji tregtin, u kujdes për pronat e trashëguara dhe ju përkushtua punës në bujqësi. Familja Lemeti nisi të përfitonte më shumë të ardhura, por Haliti nuk fshihet pas nostalgjisë. Ai njeh peshën e emigracionit, dhimbjen e largimit të rinjve në kërkim të një jete më të mirë jashtë vendit. Edhe pse krenar për sukseset e tyre, ai ndjen mungesën e tyre për ditë. Gjyshi bane i diqan vogël, i lokal vogël. Dhe me 1 janar të 91 gjyshi kam hap klubin me licencë, do më thonë, tregun me licencë shteti. Dhe kam majt deri i vonë. Dhe kam pas bë punë shumë, gjithë kavajen e kishë këtu, në fshat. Dhe në klubi im ishte dhe qenër e Partisë Demokratike. Aty vishin deputetët, vishin antarët e partisë, udhëheqësit e Partisë Demokratike nga Tirana, nga Durrësi. Kështu që gjyshi i kam priti, i kam përcjellë. Dhe shqyqyqen e demokracia, se Shqipënia që e badërdisën fare, pa të hynë nej, që të them gjyshi tyve, nej siklet të jashtëzakonshëm, nej skëter të jashtëzakonshme. Dhe demokracia i qetësoi janët, i ka qetësuar. Sedati, një nga niprit më të dashur të gjysh Halitit, është shpesh pranë tij, jeton në të njëjtin qytet dhe takohen rregullisht, me zë të ngrohtë e plot respekt. Sedati flet për gjyshin si për një njeri me mençuri të rrallë dhe një shpirt të thellë. Ai përzgjedh thënie profetike për ta përshkruar më së miri karakterin e të ungjit. Gjithmonë vim tek Daja e Madh, i cili ka trashëguar një nga porositë e babait e tij. Një shtëpi që derën e ka gjithmonë hapur, jo vetëm për gjakun, jo vetëm për fqinjet, jo vetëm për miqt, por është edhe ai citati i bekuar që thotë i mend kohërave, kush dëshiron të zgjatet jeta dhe të vinë punët mbar, le të mbajë lidhje me gjakun. Që kështu ne jemi ushqyer me këtë edukat dhe duke qenë nga niprat e Daja Halitit, e shikojmë shpesh, në mos e shikojmë, bie telefoni thotë e keni harruar Dajan. Që kështu le të përmbahemi porosisë të parëve tanë, të shikojmë njëri tjetrin në këto botë dhe të kujtojmë me lutjen kur shkojmë botën tjetër. Edhe sot, në moshën 92 vjeçare, Haliti është aktiv, nuk e pranon tërheqjen, çdo ditë takohet me miq, ndihmon të birin në punët e përditshmërisë dhe është gjithmonë i gatshëm të japë këshilla, të ndaj përvojën dhe të ofrojë mbështetje morale. Ai është një busull për rrethin e tij, një pikë referimi për ata që duan ta dëgjojnë, të mësojnë, të marrin nga një jetë e jetuar me dinjitet. Gjyshi e kaloi ditën dalë nga qikës. Kemi 2 lokale këtu, 2 klube. Para ditë shkë njëri, mas ditë shkë tjetëri. Dalë ka herën kavajt, kam shok kavaj. Kam pas shumë shok kavaj. Shumë shok, dhe kam dek shok të mishë. Kam metë që kakrë, të rado. Dhe dalë ka herë të koj, pine i kafe me to. Po, kam pas shok mirë shumë. Kam dashtë, kam respektu shumë. Po, kam dek shumë shok. Nuk kam vëgji ma që kërë këtë tokët, se kam shku këtë tokët, kam mjellë rushe, kam mjellë lenje, kam bërë shumë gjyshyrë. Për Halitin, Zoti ka qenë gjithmonë udhërrëfyesi. Ai beson se paqja shpirtërore, dashuria për njerëzit, mos ushqimi i xhelozisë dhe modestia janë sekreti e gjatësisë së tij. Genet dhe mënyra e jetës kanë ndihmuar, por forca e tij më e madhe
sipas veti, vjen nga besimi dhe përulësia përpara jetës dhe krijuesit. Kjo është falë Zotit, apërshjesh i Zotit. Prandaj, unë jam smunë që në vitin 19, 87, 88, kam marrë goditje kardiake, kam marrë goditje cerebrale. Dhe kam 35 vjetë që unë gjyshi nuk i ndaj vakt i ilaçit. Jam shtuar në spital disa herë nga çdo një ditë, me zemrën, me shëmin cerebrale. Dhe ka dalë Zoti, jam mirë fare. Ka doj ka herë, po me ilaçe, jam me ku me mjek të mirë. Në Kavaje, në Durrës, në Tiranë. Zoti mbi gjitha. Ai ka thonë, Engjel, hak dërman as pak. Pavo, ndarë këtë unë mirë, mjesë gdheni vdek. Pra, fuqia e krijuesit, fuqia e Allahut ajo. Ai ka caktuar ditë, përse atë ditë nuk e di askush jo. Unë nuk e di. Unë e di që do ikë ditë, por sikur nuk e di. Unë sot mjesë kur unë rritëm, më zojti me e që s'pa qef. E shumë i pa fuqishëm. Unë nga hejta vazhdava sy, dole, bone 2 gjirët vogë për o bërë, dhe me fuqia. Me fuqia dhe unë sot të shqipë për momentit, unë po plasë me ju. Ka momente që unë bëmi, debulohem fare. Kështu që është përshjeshja Allahut. Nga goja e gjyshalitit dalin fjalë të urta që kanë peshë dhe kuptim. Ai është një monument i gjallë i një epoke që po largohet, por ai nuk e sheh veten si kujtim të së shkuarës. Përkundrazi, ai shpreson të jetë një model për të ardhmen. Dëshira e tij e madhe është që virtytet e njeriu të ndershëm, të punës, të fjalës dhe të besës, të mos harrohen, por të trashëgohen nga brezat e rinj, që shpesh, siç thot ai, të shtyrë nga rrethanat, rrezikojnë të humbin rrugën e drejtë. Tri shputën nga familja, pa mushmoshën e punës, pa mushmoshën e jetës. Dhe kontaktojnë me prindit, bashkohen me njëri tjetrin, vlla me motrën e me fisin, mëse humbin fisin. Fisi është ai që manë shumë njerëz të përmbledhen kontakt, i ma shumë të disiplinumën. Fisi mirë, sidomos, dhe rrugët mos bëj gabim sepse fullit fisin, sepse fullit familjen, sepse poshtron babën, nonën, vëllezërit, motrët. Prandaj njeriu i vetë detyrim vetës, i vetë detyrë vetës, që t'i ruajë që gjitha rregullat e jetës, sjelljet e jetës. Kështu që gjyshi që jeta ka shumë, po nuk kapën gjitha. Nuk kapën gjitha. Jeta e 92 vjeçarit Halit Elemetit nuk është thjesht historia e një njeriu që ka jetuar gjatë. Është dëshmia e gjallë se vlerat nuk plaken dhe se njeriu në çdo etapë të jetës mund të jetë burim drite për të tjerët në një botë që ndryshon me shpejtësi, ku shpesh harrojmë të dëgjojmë, të ndalemi, të mësojmë. Figura si gjyshaliti na kujtojnë sa e rëndësishme është të ruajmë rrënjët, të çmojmë historinë, të dëgjojmë ata që kanë parë kaluar shumë, sepse jeta nuk maten vetëm me vitet që kemi mbi supe, por me ndikimin që lëm pas. E Halit Lemeti, pa shumë fjalë, pa zhurmë, ka lënë gjurmë të thella, në fëmijë, në nipër e mbesa, në fëqinj, në miqtë e shumt, por mbi të gjitha, në kujtesën e një vendi që ka nevojë për njerëz si ai.